Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq. Fillimisht një herë nga zemra uroj që të keni kaluar një ditë të bukur, një ditë me angazhime, për faktin sepse ne zakonisht të mëngjesit i kemi turbo me punë, i keni ju se unë jo. Dhe tashmë të jeni në shtëpinë tuaj duke u relaksuar me më të dashurit tuaj dhe të ndiqni të rejat më të fundit që kanë të bëjnë me jetën e artistëve shqiptar, me jetën e këngëtarëve, me jetën e vipave tanë. Dhe fillimisht, natën e mbrëmshme në mungesë tuajën, unë nuk pata mundësinë që të komentoj daljet e menjëhershme të projekteve që janë të shumta të artistëve, por sot do t'i komentojmë një nga një. Do të ndaloj tek Egli dhe te Fifi. Ju keni qenë të paralajmëruar ditë më parë, javë më parë ne kemi komentuar që do të vinte një projekt mes Eglit edhe mes Fifit. Dikur ishin dy kolege, dy personazhe të njohur, por tashmë janë dy shoqe shumë të mira dhe dy mike të përbetuara. Dhe pikërisht ditën e djeshme doli projekti me këngën Shuj Shuj, domethënë emrin Shuj Shuj, më falni. Fifi dhe Egli kanë përzgjedhur që ta quajnë këngën Shuj Shuj. Ç'do kuptonte kjo këngë? Shuj Shuj mos i thuj kërkujt që na jena bashk. Do me thënë, zakonisht, tani si pas analizës time, le tjetë kjo gabim, le ta quajmë gabim këta analizën, kur ka dashur të thot në i gjë Egli, ja kalon Fifi topin. Për shembull, bëri gjesti promon të këngës së tij, apo atë coming soonin që e nxori në TikTok me mënyrën se si vallëzon gjesti, të këngës Veshu e Ndreçu, dhe të njëjtën gjë bëri dhe Fifi në mënyrën se si vallëzoi dhe u kuptua që Fifi ka marrë këngën gjestit, a realisht nuk ishte ashtu fare, ishte thjesht ky fenomeni që Fifi kishte bërë atë prezantimin e këngës mimome, dhe tani në këtë këngën Fifi po jep një mesazh për marrëdhënien e gjestit edhe të Eglit. Është shumë e lehtë të dalim të themi që janë të ndarë, por fatkeqësisht ne mund ta besojmë të gjithë që janë të ndarë, por lëvizjet e tyre nuk e tregojnë këtë gjë. Dhe ne dim që femrat tona, si zakonisht kur ndahen nga të dashurit e tyre, me njëherë dalin në media dhe thonë unë ndava, a ishte kështu, a ishte mashtrues, a i donte të manipulonte. Thënë ishte ky fenomeni që mundohen të, do të thënë atë hakmarrjen apo atë urrejtjen, me njëherë ta shprehin, me njëherë ta tregojnë, me njëherë ta nxjerrin. Dhe në këtë rast, Egli nuk e luan këtë lojën. Përkundrazi ajo s'ka fol asnjë fjalë për gjestin, s'ka thonë asnjë gjë për gjestin, dhe kjo kënga të le të kuptosh që Shuj Shuj mos i thuj kërkuj, ka diçka. Nuk vjen nga hiçi kjo, nuk vjen nga koti. Për të krijuar kjo kënga duhet bazuar diku. Unë kam thënë gjithmonë që Fifi është artiste shumë dimensionale, më thënë ka një dimension të gjerë të artit të saj. Dhe normalisht për të krijuar një hit i këtill, për të krijuar një këngë e këtill, për të krijuar një kryevepër, se kjo do të jetë një kryevepër, unë nuk dyshoj fare te këngët e Fifit, sepse këngët e Fifit janë të vetmet këngë, respekte për të gjithë, por unë dua të jem i sinqert dhe dua të jem koherent deri në fund. Këngët e Fifit janë të vetmet këngë që kanë një fillim, një mes edhe një fund. Dhe realisht kënga Shuj Shuj mos i thuj kërkuj do del një këngë me një tematik që shumë goca apo shumë djem do ta gjejnë veten te kjo historia dhe do të bazohen te kjo historia. Po tani që ka këtu gjëra për Eglin, që ka pika për Eglin, që janë bazuar tek historia e Eglit, që do nxjerrin diçka nga historia e Eglit, as mos u çudisni fare. Unë e pata thënë këtë gjë dhe vazhdoj që ta them. E para një herë Egli është një karakter që edhe kur bëri këtë tipin e këngës së saj, me njëherë dhe me thënë dolën ca mesazhe. Edhe të kjo kënga do dalin ca mesazhe. Artisti, në qoftë se nuk arrije që popullin ta fokuson, do të thënë ta hipnotizon te projekti i tij, ta tërheqën te projekti i tij, ta bën projektin e tij që të komentohet, që të lindin pyetje, që të lindin përgjigje, që të lindin debate rreth këtij projektit, ai nuk është artist. Dhe pikërisht Fifi këtë gjë ka. Fifi është artiste në plot kuptim të fjalës dhe me punën që bën Fifi, me projektet që bën Fifi, që janë shumë të thella, ma besoni, sado që t'i komentojmë në asnjë mënyrë nuk ua gjejmë dot këtë, si me thon, këtë fundin e kësaj gjës, apo atë që ne duam të nxjerrim, por më pëlqen mënyra se si e kanë përzgjedhur të vinë në treg. Do të thënë nëpërmjet këngës
çiftet apo çifti i shumë përfolur mundohen që t'japin mesazh. Dhe në këtë rast, kënga Shuj Shuj, mos si thuj kërkuj, do t'jetë një mesazh i madh, do t'jetë një bombë e madhe për të gjithë publikun apo fansat e fansionuar pas çiftit. E para njëherë, Egli ka bërë një super mix të bukur të këngës, të komentojmë çik tani këngën. Domethënë kënga duket që ka veshje tradicionale, fustanet kanë pika tradicionaliteti. Fustani i Fifit është një fustan i zi i gjatë, domethënë që është me kaftanet e Kosovës dhe tradicionalitetin që kanë veshjet popullore në Kosovë, gajtani i verdh, që është gajtani i bukur që domethënë simbolizon veshjen popullore, dhe më pas Egli, zakonisht ngjyrën e kuqe të veshjeve popullore, atë lloj ngjyre e përdorin çamët, edhe me thoni çik nga Tepelena, Jugu, i kanë këto lloj Gjirokastra, domethënë e ka këtë lloj ngjyre të mbyllur të veshjes. Dhe pikërisht në këtë këngën është interesante se janë bazuar tek veshja tradicionale. Edhe pse është një këngë me ritëm, domethënë do ketë tradicionalitet brenda dhe unë dyshoj që në këngë do të ketë motive pak popullore, të ketë ndonjë tupan, do ketë ndonjë, se nuk është kot kjo veshja. Domethënë kjo veshja ka një gjë që është, vetëm besoj që do të jetë një mix këngë mes këngës me ritëm të re dhe pastaj mund të ketë ndonjë diçka shqiptare që do simbolizon këtë këngën. Dhe Fifi në fakt shquhet për një artdashëse e kombit të saj, shquhet për këtë gjë. Fifi e do kombin me shpirt, sepse në gjithë historikun e Fifit, ngjyrat si të kuqe, flamujt apo kuqe e zi ka qenë simbolike veshjes së Fifi gjithmonë. Dhe mendoj që në këtë pikën, pasi që kanë përzgjedhur që të vishen me pak shenja tradicionaliteti, se fustani i zi është një skenë dhe fustani i kuq është një skenë, sepse aty do të kemi dhe skena shumë të tjera, kënga është xhiruar në një studio brenda, domethënë nuk kemi pjesë të jashtme, e gjitha do të jetë në një skenë brenda, i bie që klipi do të jetë një klip i thjesht, bazuar me këngën Jetë, ma merr mendja që do të jetë pak më thjesht, po do të ketë ngjyra, do të ketë botë, do të ketë emocion dhe këto përfshirja e gjithë këtyre ngjyrave, e gjithë këtyre emocioneve, e gjithë këtyre pasioneve që kënga do mban brenda, sepse kënga është shpirtërore. Tani artistët që janë artistë e kuptojnë punën që bën Fifi, domethënë për të mos e kuptuar dhe për ta gjykuar punën e Fifit nuk duhet të jesh artist. E tash nëse ti nuk e vesh muzikë se kupton çfarë bën Fifi. Domethënë e gjithë kjo gjëja që do ndodhen në gjithë atë studion e bardh, domethënë janë fiks le të quajmë salla për këtë gjë, do ketë ngjyra interesante dhe tradicionaliteti, domethënë i bie që në këngë do dëgjojmë diçka që ka të bëjë me tradicionalen. Unë e pres me shumë dashuri. Kënga do të jetë një super hit, është pëlqyer shumë nga publiku, ka marrë shumë komente, të paktën kjo pjesa e vogël që ka dalë, dhe do shohim se si do pritet, që nuk e diskutoj që do të shkon në miliona klikime.